Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Mendova ta hap vlogun tani, dhe më thënë t'ju përshëndes, sepse më kanë ardhur një 2-3 komente si në Instagram, si në videon e fundit që kam postu në YouTube, që thojnë Kamila je duke i bë videot më të shkurtra se që ke pas bë zakonisht. Unë nuk mendoj se videot që unë po bëj këtë periudhë janë të shkurtra, sepse duke qenë se mundohem të postoj 2 herë në javë, nuk mendoj se janë të shkurtra 25, 26, 28 minutë, 30 minutë, sepse kur bëra atë pyetjen në Instagram që si i doni videot 1 herë në javë me nga 1 orë apo 2 herë në javë me nga 20, 25, 30 minuta, shumica ishin që donin 2 video në javë, me nga 30 minuta. Dhe unë atë po mundohem të bëj, pavarësisht se nuk kam qenë shumë strikte, nëse ngjoni disa zhurma të çuditshme, janë qeshiat që unë po i heq bishtat dhe i hedh në lavaman që t'i laj pastaj. Kështu që nuk është ndonjë gjë e çuditshme. Po ju thoja, tash e huma, nuk më mend se çfarë po thoja. Po, ideja është këtu që unë nuk kam qenë shumë strikte këtë periudhë me videot, nuk kam postu shumë shpesh me nga 2 video në javë, sepse, siç ja u kam thënë, kam pas shunën pak pa qef këtë periudhën e fundit, domethënë. Përveç se ma zuri 2 herë viroza dhe grykët, më doli dhe pak anemik dhe alergjik. Dhe më thënë, kishte mungesë ekuj, sepse para një 4-5 ditësh i bëm analizat e përgjithshme të gjakut, i bëna analizat e alergjisë dhe më doli që ishte alergjik nga 3 lloje bimësh, që zakonisht janë në për lokale, në për oborre, në për kopshte, edhe më doli alergjik si mami vet. Dhe nga që më boni shumë përshtypje, doli alergjik dhe nga lëkura dhe qimja e kalit. Kjo ishte shumë e çuditshme. Do të thënë ka dalë në nivele shumë të ulta, por që e ngacmojnë si ashtu si fëmijë. Këto gjëra ngacmojnë. Një sekondë se kam vënë supën atje, kam vënë perimet për të bërë supë dhe më duket se i doja fare. Po i shtoj pak ujë se janë të udhjek. Që po të thoja, nuk është se ka dalë në nivele shumë të larta, por gjithsesi e mira është t'i qëndroj çik larg këtyne gjonave, sepse e acarojnë pak, e bezdisin pak, i dalin puçra, sepse kështu e ka alergjin çuni, me puçra, jo si unë që unë bllokohem, do me thënë mund bllokohet komplet zona e hundëve, kapin syt, kur them kapin syt, e kam që më djegën jashtë masës shumë, ndërsa çunin alergjia i shfaqet në këtë lloj mënyre, me puçra. Dhe doja të dilja në faktin që prandaj ndoshta nuk kam postu shumë video në YouTube, po me sa di unë nuk i kam lënë kurrë pa një video në javë. Në rastet më të mira kam postu 2 herë, në rastin më të keq 1 herë. Tani, unë thellë ndihem shumë mirë ka këto komente që më keni çu, sepse i bjen që ju pëlqejnë shumë videot e mia dhe doni sa më shumë, sa më shpesh dhe sa më shumë minuta, po ju betohem që këtë periudhë nuk kam qenë shumë interesi për video, sepse duke mos pas shunin mirë, s'është se të bjem me një as për video, as për asnjë gjë. Në ditët që çuni ka qenë mirë, sepse jo gjithmonë kam pas me virozë, jo gjithmonë kam pas mur. Për shembull, e mbaja 2-3 javë në shtëpi, u shëronte, e çoja në kopësht, atë 2-3 javëshin pastaj që ishte mirë, filmoja më shpesh, dhe masi e merja nga kopshti, mas 2-3 ditësh mu smurte prap, dhe aty pastaj u bllokoja komplet. Do me thënë, kur çuni më vite nga kopshti prap smur, ju betom që nuk isha për asnjë gjë. Tani që unë kam vendosur ta çoj fare në kopësht, besoj se do jetë më mirë këtë periudhë, po prap kur mendoj shtatorin që do e rinisi prap dhe e di që do jenë viroza që do i marri gjithsesi, po them të paktën në verë, ta maj në shtëpi, çrohet mirë nga ai mikrobi që u kriju në fyt, dhe pastaj shtatorin kismet ta nisi
mbar dhe le ti marrë ato virozat, nuk kam çfarë të bëj, do krijoj imunitet, po thash tani në verë nga që është dhe vapa madhe, më mirë ta marrë në shtëpi, ta kem më të sigurt, domethënë që mos ta zëjnë këto virozat, këto bakteret që janë këtë periudhë dhe kështu. Unë mendoj se me çunin jam okay këtë periudhë, domethënë sado që ka dalë alergjia nuk është asgjë. Alergjia mbahet në kontroll shumë mirë. Hekuri që ka dalë i ulët do t'i filloj një mjekim 1 mujor për hekurin dhe besoj se do jem shumë gati dhe shumë mirë, domethënë që të postoj më shpesh. U zgju nga gjumi tani sepse po bënte gjumin e trekës, ka një 2 orë gjysmë që flen dhe direkt kërkoj ose çaj ose qumësht dhe ja dash, i dash çik qumësht dhe era prap të flas këtu me ju që domethënë gjithë thelbi i kësaj që doja t'ju thoja është që besoj se këtë periudhë gjithë vera do jetë më aktive në YouTube, sepse kemi shumë gjëra për të bërë, ne kemi përgatitur dhe pushimet. Unë nuk e di, kam thënë se ku do shkojmë, por do shkojmë në Greqi, në Halkidikia, Kalkidiki, si quhet nuk e di, më duket se Kalkidiki. Do jemi një grup me 4 çifte dhe me secili me nga një fëmijë. Do jetë eksperiencë shumë e bukur besoj, mezi po e presim dhe nisemi kismet Zotit me datë 10 korrik. Besoj se atë periudhë do jem shumë aktive, sado që do mundohem edhe t'i shijoj, domethënë nuk do të jem gjithkohës në telefon dorë, po pjesët më të bukura, më aktive do t'i filmoj dhe do t'ju tregoj dhe ju. Dhe kështu, besoj se do jem shumë më aktive në YouTube. Tani, sot është e shtunë dhe unë përgjithësi jam marrë me shpinë sot. Nuk po e kuptoj dot as vetë se si jam bo kaq anvise mirë, kaq grup për shtëpi. Sado që më mungon shumë ajo zonja që më ndihmon me punët, nga që nuk ka ardhur këtë periudhë, them nga një anë më mirë sepse u angazhova më shumë vetë për shtëpinë dhe kam gatuar shumë këtë periudhë, se unë gatimin e kam shumë qef. Po ndonjëherë nga që përtoj ose nga që i kam gati, a ku digjon, e neglizhoj që këtë pjesën e gatimit, po këto kohë e kam shiu shumë dhe tani për momenti po bëj një supë, bona dhe pilaf për çunin se më kërkoj pilaf me kos para se të flente gjumë, si gjithmonë. Dhe kam bler disa perime dhe fruta, gjysma t'i lava, gjysma do t'i laj tani prap. Kam dhe për të fshi parketin, për ta lamë më saktë, se për ta fshiva me fshes korrenti. Do ta laj, do sistemoj pak shtëpinë dhe avash kur të vijë ajo masditja dhe ai orari që ne bëhemi gati për me dalë, do bëj gati çunin, do bëjmë dhe vetë dhe do dalim. Sot thash po gatuj në shtëpi se kam kuptuar që këtë periudhë darkat i kemi hëngur më shumë jashtë dhe do kur jemi njerëz, bën një muhabet, një gjë, hutohesh edhe han më shumë se ç'duhet. Unë darkën duhet ta heq fare, ndërkohë që unë mi që se kam heq, po edhe po haj më keq, po e shtoj më shumë si gjë dhe i thash Lorit sot, Lori thash po gatuj në shtëpi, darkën ta bëjmë në shtëpi. Jam të bëgët supën, si që thash, do hajmë në shtëpi dhe pasaj do dalim thjesht pim në i gjotë, bëjmë në i gjiro, një muhabet një gjo, po që do mundohem të heq këtë pjesën që hajmë shumë jashtë. Ka ardhur një kohë për mendimin tim shumë e keqe, shumë kohë e shpifur që gjithë njerëzit më shumë porosisin jashtë, porosisin në për këto që janë këto aplikacionet e reja që kanë dalë dhe sikur nuk po gatuj njerëzit shumë shtëpi, sikur nuk po më lidhen të hajnë shumë shtëpi dhe kjo gjë nuk më pëlqen sepse ne, familja ime jemi rrit me atë idenë që të paktën drekën ta hajmë gjithë bashkë. Qofse s'ka qenë babi ose një ditë mos ke qenë vllai, po përgjithësi tavolina nuk ka qenë bosh, përgjithësi kemi hëngër tavolinë dhe tavolinë domethënë në shtëpi. Dhe kjo gjë sikur po na mungon këto kohë të fundit dhe do mundohem më shumë që të gatuj në shtëpi dhe të bëj gjëra më të shëndetshme sepse jam fry goxha shumë. Më duket sikur ato 4-5 kg që kam heq, më duket sikur e kam marr prap dhe kam frikë të peshohem se them, domethënë është e sigurt që do dalë që i kam marr prap ato kilet dhe do ndihem shumë keq. Po kam menduar një diçka tjetër mbas pushimeve, edhe pse do i bjen që të më kapi periudha e gushtit, periudha e pikës vapës.
kam menduar që të rifilloj palestrën dhe këtë herë do rifilloj me mamin, sepse mami duhet të eci patjetër, duhet bëj pis për shkak të gjurit, se ka një problem të vogël me gjurin, ndërsa unë duhet do psohem dhe thash shumë mirë po vazhdoj me mamin. Sa shumë kam fol, nuk po pushoj. Edhe shoh shumë mirë atë supën që don patjetër prap dhe çikuj dhe prap vazhdoj bëj muhabet. Kam marrë dhe një Red Bull në fakt, sepse nuk jam shumë mirë me tensionin, sikur kam tension t'ullët dhe mendoj se o kafja o Red Bulli do më qetësoj dhe thash më mirë po marr Red Bull se kisha gati ty ja pash të ftohtë se sa të pi një kafe të ngrohtë. Dhe tani me që ky bukuroshim, hajde çike mami. Sa është që nga gjumi dhe direkt do në shkoj të lozi nga to lodrat që janë këto 3 si kunja, edhe duhet të fusi kështu forma geometrike mren. Ja këto këtu, që shifni këtu, edhe është fiksu këtë për ju me këto lojnat. I ka pra se për ndryshe unë kam përdjek supën, kam përnkel pas supë, kam përnkel pas i gjo, të laj dhe këto të qesën plot me fruta dhe perime këtu, dhe shifim mirë që do vim për ditës. Se ta mbyll këtë vlogun dhe para se të çohem nis një kek të ri, sepse aq shumë më pëlqen atë kekun që bona ditën e shtun, aq shumë më pëlqen njerëzit e mi, saqë më kanë kërkuar që ta bëj prap, po mendoj ta bëj ndryshe këtë herë, jo me banane dhe portokall, dhe nuk e dija ju thash, po receta e atit kekut që më doli fantastik ishte nga ChatGPT
I shkruajta i thash do më sugjerosh një recetë për banana bread, po pak më ndryshe se to klasikët edhe se këto që unë kam bërë gjithmonë. Dhe më tha që do t'jap një recetë që është shumë e veçantë, ka pak shije domethënë për njerëz që guxojnë dhe ishte bashkimi i bananes me portokallin, që në fillim sikur u stepa pak kur e lexova, po thash do ta provoj, sepse lexova aty që donte banane, portokall, arra, kos, do të thënë përveç bazës keku, donte edhe këto tjerat edhe thash ç'a do dali tashi. Dhe do të edhe çokoladë të zezë. Doti ajo doli, nuk e di ç'a them. E kam shumë sinqerisht kur ju them që ka dal keku në mos jo një nga më të mirët, ka dal keku më i mirë që unë kam bërë ndonjëherë deri më sot. Që më besoni kam bërë goxha kek, se ja kam marrë dorën pak a shumë, po kjo më doli fantastike, sepse përveç se u bazova te gjithë, holla aq grad sa të shkronte aq grad, aq gram. Na është bë menja grad, nga që janë të urrit shumë gradët, na është bë menja grad. Aq gram sa më thoshte receta e ChatGPT-s, i mbajta me përpikmëri dhe doli nuk di ç'a t'ju them. Tani po mendoj të bëj një kek, po prap kek, po një modeli tjetër, po o ka mundësi i bëj me kakao, ose të pyes prap ChatGPT-n, se përderisa më doli aq i mirë i pari, po bëj edhe këtë dytin me ChatGPT-n, po të shoh. Gjithsesi, ky keku që do bëj sot nuk do jetë ky vlogu, do jetë vlogu tjetër, sepse një kek për këtë vlog u bë. Dhe më shumë hapa karmën tani t'ju tregoja që kam bë pardje një super porosi nga Temuja. Mbleva diku te 120.000 lekësh gjona dhe më shumë i mora rroba çunit, sepse doja të bleja rroba për përdita, tani për ver. Po thoja, po mendoja bashkë me motrën e me shoqet e mia, ku të shkoj, ku t'i blej, se ju betohem që nuk tamam nuk po më pëlqen 100% as një dyqan këtu në Shqipëri për me i ble rroba çunit. Shqipëria ka një, ku dëgjon, një gabim mund ta quaj unë, që fut rroba për çuna vetëm me këto personazhet, me Spidermanin, me këto SpongeBobat, me kuklla domethënë, dhe nuk ka ato dizenjot verore, ato dizenjot pak si tropikale, si kështu, dhe nuk doja, se kam shumë rroba me Spidermanin, me Hulkun, me dinozaura, me makina të çunit, dhe thash du këtë lloj modeli rrobash. Dhe ç'a të bëj, shkova pash tek websajti i Zarës, nuk është se kishte ndonjë gjë kredi se ç'a për çunin, dhe thash e di ç'a, po bëj një provë, po blej rroba për çunin tek Temuja. Dhe si gjithmonë, siç bëj unë te Temuja ju kam thënë që gjithmonë porosis jo më të lirat, as më të shtrenjtat, po çmimin mesatar, gjithmonë. Dhe i kam porosit diku tek 4 apo 5 kostume, një jumpsuit veror, një 2 palë kështu sandale, që e kam marrë tjetër çunit. Nuk e di, se mora ca budalliqe tjera, po që domethënë këto që ju thash, kostumet e çunit, sandalet, kam marrë një fustan për veten time që ta provoj, një ose dy më duket, dhe disa kordele për gocën e motrës, për mbesën, edhe gjithë ato shkon 118.000 lekë. Domethënë, ta mendosh që janë porosit këtë muja, janë një çik shtrenjtë, se gjithsesi do t'i shihni kur të vinë, nuk është se janë shumë gjona, por që ju thash, jam mundu vetë që të marr çmime pak më të larta se sa ato baziket, dhe të shoh se si do jenë, si do vinë, a do jenë të mira, të paktën sa për pushime, se pushime i bleva, ti vesh e çunë për pushime dhe pastaj shohim e bëjmë. Kështu, këtë doja t'ju tregoja, kështu që besoj për një javë, 10 ditë do kemi vlogun me nga Temuja domethënë.
po mendoja në fakt hiqja edhe gërshetat, po aq shumë pëlqejnë. Aq shumë më kanë dhënë hije, domethënë verore, hije, një pamje shumë e bukur, që gjithë kushdo që më ka pa, se ndoshta këtu nuk duken shumë, po live kushdo që më ka pa mi ka super komplimentu. Plus që mami nuk don që unë t'i heq, më thot maj deri për pushime, iqim pas pushimeve, po ne për pushime nisim në datë 15 korrik dhe i bjen që t'i maj goxha unë këto, sot është data 24 qershor dhe mu mi arrit goxha. Ky është problemi im, se mu më rritën flok problem. Nuk është problem, është gjë shumë e mirë, po problem për sa i përket këtyne, më thënë gërshetave, që mu më rritën flokët goxha shpejt dhe më zgjat kjo zona, kjo pjesa e rrënjës dhe nuk më gjanë shumë mirë tani. Po nuk e di të shoh, ju çam sugjeroni ti maj për pushime apo ti heq. Domethënë, këto janë super komode për pushime, për det, për pishin, për shembull momenti që tu dal nuk kam pse të bohem gati 3-5 mere me flokët i lajt i tha ti stiloj, ndërkohë që këto janë gati, siç lahen, thahen edhe del, thjesht i kapi bon një model kështu dhe del, janë super komode për këtë gjë, po nuk i dija ngjajnë më bukur me që janë rrit kaq shumë. Thash t'ju pyes edhe ju, më thoni si mendoni ju, a ti maj për pushime, a ti heq, t'lej flokët e mia, nuk e di, më thoni ju që të marr më shumë mendime. Dhe një nga këto ditë do shkoj të bëj dhe thonjt, sepse sot kanë bë fix një muaj që i kanë bë, dhe shikoni pak sa perfekt janë. Janë super perfekt. Aq mirë janë sa që më po vjen keq shkoj t'i bëj. Po duhem bë patjetër. Kismet për një 4-5 ditë do shkoj dhe nuk e di çfarë modeli t'i bëj. Du diçka kështu verore përderisa jemi dhe për pushime. Po se si qysh tek, nuk e di. Do vendos kur të shkoj ose do shoh një model në Pinterest. Dhe kështu. Dhe mos të harroj. Këtë javën e fundit, ose këtë ditën e fundit, kam rastis me shumë goca, gra, goca të vogla, domethënë nga ju që më ndiqni, dhe aq shumë jam gëzu, saqë një ditë që rastisëm nga plazhi me një mami dhe një gocë jashtë mase të mira dhe të bukura, mame e saj gocës me flokët që i kishte bërë si unë, me flokët gërsheta, ishin shumë të mira dhe u kënaqja shumë, më dute se u kisha vite që i njifja dhe i thash kismet një ato ditë, tash kur të doni ju, kur të bëhemi mbar do pim dhe ne i kafe, sepse kam qef që të njifem edhe nga afër me ju, kush nga ju ka mundësi e kush don. Dhe mbasi fola me mami dhe me atë gocën, isha me Çunin dhe me Lorin, i thash Lorit që nëse ka një gjë që do mboj, që këtë gjë që po bëj, domethënë YouTube-in, ta zjas sa më shumë dhe mos të heq dorë kollaj, sepse kam parë shumë që kanë filluar dhe po heqin dorë nga vlogu, nuk e di sepse dhe po mbien shumë keq. I thash Lorit, që s'do ketë një gjë që unë do jem për shumë gjatë në YouTube, është dashuria që t'japin njerëzit që janë në këtë platformë. Siç ju e dini, unë kam pas goxha aktiv dhe goxha viral, si me thënë TikTok-u një periudhë, po vendosa vet e lash sepse nuk po më pëlqente, dhe fakti që nuk po më pëlqente ishin njerëzit në përgjithësi që mban TikTok-u. Njerëz, do e them troç, nuk kam pse t'jem fare me filtra, njerëz shumë negativ. Ndërsa Instagrami dhe sidomos YouTube-i, nuk e di, unë jam habit, jeni shumë njerëz të mirë, jeni shumë njerëz të dashur, në kaq pak kohë që kam unë dhe kaq pak ndjekës që kam për momentin, unë ju betohem në mos çdo ditë, një ditë po, ose një ditë po, 2 ditë jo, unë do rastis patjetër me një nga ju, dhe e shoh sepse mënyra se si më flisni, se si buzëqeshni, se si doni të bëjmë muhabet të rim bashk, e tregon që ju pëlqej shumë dhe
E keni kuptu të më thënë që jam njeri pa filtra, unë kështu jam me vërtet, jeta ime kjo është me vërtet, dhe e pëlqeni tipin tim, dhe kjo gjë më ka kënaqur jashtë masë shumë. Dhe siç ju thash, është një pikë shumë e fortë, mos them është pika më e fortë që do më bëj që unë të vazhdoj. Të vazhdoj, më thënë, dije që do vazhdoj, po do jem për shumë gjatë në YouTube, besoj, sepse më pëlqen shumë si gjë dhe sidomos tani që po rritemi shumë, kjo gjë tregon goxha. Dhe me këtë lloj energjie të mirë, energji të bukur, po mbyll këtë vlogun dhe do hap vlogun tjetër, sepse siç ju thash do të çojmë të bëj kekun, duke ju falenderuar të gjithëve nga zemra dhe sa herë domethënë më shihni në rrugë, më flisni sepse sinqerisht edhe më shtohet jeta kur ju shoh. Dhe kur më ndaloni në rrugë, ja iku dhe një qepik tjetër. Ka ardhur kjo periudha që i çik me i prek këto bin. Duhet bëhen patjetër. Edhe i ka pra tani, sepse për pak do më çohet dhe çuni nga gjumi. Dhe do kem një lajm të vogël, shumë të bukur, tek vlogu tjetër. Nuk po ja them tani, po është e sigurt që them ke vlogu tjetër. Hika, mirëpafshim, ju puth shumë fort dhe shihemi në vlogun e radhës.